Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vezët e zjera, çfarë na shkaktojnë? Mjekët i japin lajmin e papritur. Veza është një nga produktet më ushqyese dhe me efekte të jashtëzakonshme për organizmin. Ajo listohet në 10 superushqimet dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se nisja me këtë produkt të thjeshtë. A e keni pyetur ndonjëherë veten se cila është mënyra më e mirë që mund të konsumoni vezën çdo ditë? Rezultatet e studimeve së fundmi kanë treguar dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton që 2 deri në 3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto janë vezë me omega 3, që konsiderohet si një super vezë e shëndetit të mirë, falë vlerave të larta ushqyese që ato ofrojnë. Vezët me omega 3 konsiderohen si vezë që mbrojnë zemrën dhe ushqejnë trurin. Në këtë video do të listoj më të mirat që vinë për organizmin dhe shëndetin nga konsumi 2 vezëve në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës, që është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është një material i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës dhe vezët e pulave janë të pasura gjithashtu me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse edhe për shikimin tuaj dhe për mbrojtjen e aftësive tuaj të syrit. Duke sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, ju do të merrni përfitime të mira. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi do të jetë gjithashtu edhe në një ushqyes të mjaftueshëm me lëndët e tij. Shikimi do të ruhet dhe do të jetë më i fortë. Vitamina D tek veza ndihmon në absorbimin e kalciumit. Nëse i ofroni një personi që të hajë një vezë ose të konsumojë një lugë me vaj peshku, me siguri do të zgjedhë vezën, sidoqoftë nëse ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D tek të dyja është e njëjtë. Për më tepër, shkencëtarët kanë zbuluar se mund të rrisni nivelin e vitaminës D tek vezët duke i ushqyer pulat me produkte të veçanta, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme edhe në rritjen e niveleve të kësaj vitamine. Vitamina B tek vezët mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Veza është ndër produktet që mbar vlera të jashtëzakonshme listuar në 10 superushqimet që nuk duhet të mungojnë asesi në dietat tuaja të përgjithshme. Gjithashtu ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të pasura me element ushqyes për trupin e njeriut. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga konsumi vezëve, atëherë sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë do të jetë një nga mënyrat më të mira të konsumit të tyre. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira të konsumit të vezësh është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë, dhe vlerat që do t'i ofrojnë trupit do ta bëjnë atë një nga elementët ushqyes më të rëndësishëm edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja gjithashtu konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera në menunët tuaj të përgjithshme. Nëse konsumoni 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë, ju do të merrni këto përfitime sipas Elfline. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat janë edhe një ndihmës në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak dhe ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhojë edhe nivelin e sheqerit në gjak. Vezët do të pasurojnë në dietën tuaj me proteinë cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme te veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe nga verbëria. Do të keni kocka më të forta.
Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe gjithashtu edhe për dhëmbët tuaj. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Këshillohet konsumi i vezëve të zjera në menunët tuaj të përgjithshme ditore. Kështu vlerat e tyre për organizmin do të jenë gjithashtu edhe më të larta. Ekspertët cilësojnë vezët e pulave si një nga produktet më të mira, të cilat në mënyrë të vazhdueshme duhet të jenë pjesë e dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e mineraleve dhe vitaminave që ofrojnë. Gjithashtu, vezët e zjera janë ushqyese të mira për metabolizimin e yndyrnave të trupit. Vezët e zjera janë të mbushura me ushqyes vital, nga proteina në ndërtimin e muskujve deri tek vitamina B. Ekziston edhe një dietë popullore që përmban vezët e zjera, megjithatë nuk rekomandohen që të jenë pjesë e dietës suaj në mënyra të gabuara. Kështu, konsumi i vezëve të zjera do të ofrojë yndyrna cilësore. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm që merret vetëm nëse vezët e zjera përfshihen në dietën tuaj. Për shkak se prania e yndyrnave ju ndihmon që të thithni më mirë vitaminat e mrekullueshme të yndyrës që gjenden tek veza. Vezët janë të pasura me vitaminën D. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përgjithshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e shëndetshme edhe për të marrë gjatë dimrit. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndihmuar kështu edhe në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave. Ajo do të zvogëlojë edhe problemin e rrezikut kronik të lidhura me problemin e diabetit dhe me moshën. Vezët e zjera janë të pasura me proteina cilësore. Një vezë e zjerë gjithashtu përmban 6 gram protein, duke bërë atë një vak të përkryer për personat që punojnë edhe me stërvitje të fortë ose duan një organizëm më të shëndetshëm. Edhe pse një vezë përmban rreth 80 kalori, vezët rrisin ndjesinë e ngopjes dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Pra nëse doni të keni një reduktim më të mirë të peshës së tepërt trupore, të merrni gjithashtu një forcim më të mirë të muskujve falë vitaminës dhe proteinave që përmbajnë vezët, atëherë ato duhet të jenë pjesë e pandarë e regjimeve ushqimore. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Ushqimeve dhe Ilaçeve FDA thonë se vezët e zjera duhet të jenë të freskëta, madje duhet t'i mbani ato në frigorifer dhe mund t'i konsumoni në forma të ndryshme, por sipas tyre një nga mënyrat më të mira për t'i konsumuar vezët janë në formën e tyre të zjerë. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Ato janë të larta gjithashtu në vitamina të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D dhe folatin, duke u kthyer kështu në një aleat të përkryer për organizmin dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të tij. Të vegjëlit duhet të hanë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelet të ndryshme të ushqyesve që ato marrin gjatë ditës. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Forca e kockave me kalimin e moshës dhe vezët që përmbajnë vitaminën D do të jenë gjithashtu ndikuese të njëra tjetra. Vezët, duke qenë se janë të pasur me këtë vitaminë kaq të rëndësishme për shëndetin e kockave, do të gjenden gjithashtu si një mburojë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Vezët e zjera të pulave mund të jenë gjithashtu një mburojë shumë e mirë për organizmin. Ato mund të jenë një burim i shkëlqyer i vitaminave që stimulojnë prodhimin e energjisë, mbështesin shëndetin e kockave. Përveç kësaj, vezët e zjera përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese për shëndetin dhe zhvillimin e trurit. Vezët e zjera janë një opsion thelbësor i ushqyerjes. Një vezë në madhësi mesatare përmban 78 kalori, duke siguruar ekuilibër më të mirë të proteinave, yndyrnave, vitaminave, mineraleve thelbësore. Vezët janë të pasur me proteinë cilësore dhe përmbajnë aminoacide thelbësore për trupin dhe shëndetin tuaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.